nëse na imrin që kjo kong 200-300.000 vjusa, se konga par, jemi të knasht. Ky po kënën, edhe i thash një dit, thash, po, në du të mi ju të regu njerëzve që knojna se zje kërkush të dera banesës, më të falë më s'knën të edhe, hajde me knu. E qka me bo, fillu me disa kovera kështu, për punimet kongve. Kong hip-hop, ishë ndrojshmi herë në balada, herë kështu. Edhe fillu me u rrit followersat në Instagram, në rrjete sociale, çdo video që postojsha në atë ku thuj se u bajke viral në Instagram, edhe erdete mundësia kontaktit me Emra Komin, atë e banëm kongën Ani Brani, mo për suksesin e asaj kongë, nuk kam qka me folë se... Dihet. Pa modesti, po do të me thonë që dihet, se ka qenë për një me për 2-3 vite, ma mërmenja në atë ku, iti ma i madhë dhe ende dëgjot edhe ma kërkoj në mbramja dhe mu dhe kolegëve gjatë gjithë kohës. A mujna me thonë që ta ka ndryshu pak jetën? Jo pak, sa i përket aspektit profesional edhe për me u kyç në muzikë që shumë e kom dash më kyç, ma ka ndryshu 100% jetën. Koqa shumë, a? Të regojmë, para se me publiku kongën Ani bre Ani, cilat kanë qenë mendimet të tua dhe të ekipës tënde rreth kësaj këngë? Është për çudi, kër e kemi bo kongën, kër e kemi incizu në Tetov, të virusi, e dëgjojshim kërë. Po thamë makinë se na, unë e foli pak ma popullorë se. Edhe nëse na imrin që kjo kong 200-300.000 vjusa, se konga par, jemi të knasht. Kështu e baj shumë muhabet në vetur. Dull konga 24 orëshin e pari, prejki ato klikime që edhe në ditën e 5 dhe që ka pas arrit 1 milion klikime në YouTube, po folmi kejtë reale, po ato klikime pas ta ju vreshin edhe në platforma sociale se së ndalshin as followers, as mesazhet, as kur gjo. Edhe që ka pos shumë video me... Jashtë mos e shumë. E di që video në Instagram i ka bo për mi 700.000 views. E mos folmi pas taj në YouTube